Në një qytet të vjetër si Berati, ku rrugicat prej guri mbajnë brenda historitë e brezave dhe ku çdo familje ruan me fanatizëm traditat e saj, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Dy kushërinj vendosën të martoheshin me njëri tjetrin. Jo për dashuri, të paktën jo në fillim. Arsyeja ishte shumë më e ftohtë dhe më e komplikuar. Pasuria e madhe e familjes. Prindërit e tyre kishin ndërtuar për dekada biznese, prona dhe toka që vlenin miliona. Por kishte një frikë të madhe që i ndiqte. Nëse pasuria ndahej me shumë trashëgimtarëve ose nëse njëri prej tyre martohej jashtë familjes, gjithçka mund të shpërndahej. Kështu lindi një ide e çuditshme dhe e rrezikshme. Nëse kushërinjt martoheshin mes tyre, pasuria do të mbetej brenda familjes. Fillimisht dukej si një plan i thjeshtë, por askush nuk e imagjinonte se kjo martesë do të hapte plagë të vjetra, sekrete të fshehura dhe një histori që do të trondiste gjithë qytetin. Berati njihej për shumë gjëra. Shtëpitë e bardha të ndërtuara njëra mbi tjetrën, dritare që shikonin drejt lumit, osum dhe historitë që banorët e vjetër i tregonin me zë të ulët nëpër kafene. Por familja Hoxha ishte një nga familjet më të njohura të qytetit. Ata kishin pasuri të madhe. 2 hotele të vogla në qendër të qytetit, disa toka në periferi dhe disa dyqane që jepeshin me qira. Pasuria ishte ndërtuar nga gjyshi i familjes. Një burr i fortë dhe i mençur që kishte punuar gjithë jetën për të ngritur emrin e familjes. Ai gjithmonë thoshte një fjali që të gjithë e mbanin mend. Pasuria ndërtohet me mund, por shkatërohet shumë shpejt nëse familja nuk qëndron bashk. Pas vdekjes së tij, pronat kaluan te 2 djemtë e tij, Arbeni dhe Iliri. Të 2 vëllezërit kishin marrë pjesën e tyre, por gjithmonë kishin një marrëveshje të heshtur. Pasuria duhej të mbetej në familje. Arbeni kishte një vajzë, Elenën. Iliri kishte një djalë, Adrianin. Ata ishin kushërinj të parë dhe ishin rritur bashkë që të vegjël. Fëmijërinë kishin kaluar në të njëjtën obor të madh familjar, duke luajtur mes pemëve të fiqve dhe duke vrapuar nëpër korridoret e shtëpisë së vjetër. Në atë kohë askush nuk mendonte për pasuri, për trashëgimi apo për plane të komplikuara. Ata ishin thjesht 2 fëmijë që qeshnin dhe grindeshin si motër e vëlla. Por vitet kaluan. Elena u rrit dhe u bë një vajzë shumë e bukur. Ajo kishte flokë të errët dhe sy që gjithmonë dukeshin sikur mendonin për diçka më shumë se të tjerët. Ajo studionte ekonomi në Tiranë dhe kishte ëndra të mëdha për të ardhmen. Adriani nga ana tjetër ishte ndryshe. Ai ishte më i qetë, më i mbyllur dhe shumë i përkushtuar ndaj familjes. Pasi mbaroi universitetin për menaxhim biznesi, ai u kthye në Berat për të ndihmuar babain me bizneset familjare. Të 2 kushërinjt shiheshin rrallë. Jeta i kishte çuar në drejtime të ndryshme, por një verë gjithçka ndryshoi. Ishte një mbrëmje e nxehtë korriku kur familja u mblodh në obor për një darkë të madhe. Tavolina ishte plot me ushqime tradicionale, verë dhe biseda që vazhdonin deri natën vonë. Gjatë asaj darke, Arbeni dhe Iliri filluan të flisnin për diçka që i shqetësonte prej kohësh, trashëgimin. Problemi ishte i thjesht në dukje, por shumë i ndërlikuar në realitet. Nëse Elena martohej me dik nga jashtë familjes, një pjesë e pasurisë do të kalonte tek burri i saj dhe familja e tij. E njëjta gjë do të ndodhte edhe me Adrianin nëse ai martohej me një vajzë nga një familje tjetër. Pas disa gotave verë, Iliri tha diçka që fillimisht dukej si shaka. Po sikur Elena dhe Adriani të martoheshin me njëri tjetrin. Në tavolinë ra heshtje. Të gjithë menduan se ai po bënte humor, por Iliri nuk po qeshte. Arbeni e shikoi për disa sekonda dhe pastaj tha me zë të ulët: "Ndoshta nuk është ide aq e çuditshme." Në shumë vende të botës, martesat mes kushërinjve nuk ishin të rralla. Madje edhe në Shqipëri, në disa zona kishin ndodhur më parë. Por për Elenën dhe Adrianin, kjo ide dukej e pamundur. Kur prindërit u treguan planin disa ditë më vonë, reagimi i tyre ishte krejtësisht i ndryshëm. Elena u zemërua me njëherë. "Ju jeni serioz," tha ajo me zë të lartë. "Ai është kushëriri im." Adriani nuk tha asgjë për disa minuta. Ai thjesht rinte ulur dhe shikonte dyshemen. Babai i tij vazhdoi të fliste qetësisht. "Askush nuk po ju detyron, por duhet të mendoni për familjen, për gjithçka që kemi ndërtuar." Biseda zgjati me orë të tëra. Elena ishte kategorikisht kundër. Ajo kishte plane për jetën e saj dhe nuk donte të martohej për arsye financiare. Por me kalimin e javëve, presioni nga familja u bë gjithnjë më i madh. Ata filluan t'i kujtonin sakrificat e gjyshit,
mundin e prindërve dhe faktin që gjithë pasuria mund të shpërndahej nëse ata nuk merrnin një vendim të mençur. Adriani filloi të mendojë ndryshe. Ai nuk ishte i dashuruar me Elenën, por gjithmonë kishte pasur respekt për të, dhe thellë brenda vetes ndjente një përgjegjësi të madhe për familjen. Një mbrëmje ai e takoi Elenën në një kafene të qetë në Berat. Ata nuk ishin parë prej disa javësh. Elena duke e lodhur dhe nervozuar. Adrian, tha ajo, më thuaj të vërtetën. Apo mendon seriozisht për këtë? Ai heshti për disa sekonda. Pastaj tha diçka që e habiti edhe vetë. Ndoshta është mënyra e vetme që familja të mos shkatërohet. Elena e shikoi drejt në sy. Në atë moment ajo kuptoi se kjo ide e çuditshme nuk ishte më thjesht një bisedë familjare. Ishte një plan që po bëhej realitet. Dhe pa e kuptuar, ata të dy po hynin në një histori që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Por ajo që askush nuk dinte ishte se pas kësaj martese nuk fshihej vetëm çështja e pasurisë. Ekzistonte edhe një sekret i vjetër familjar, një sekret që do të dilte në dritë shumë shpejt dhe do të trondiste jo vetëm familjen Hoxha, por gjithë qytetin e Beratit. Pas bisedës në kafene, asgjë nuk ishte më si më parë mes Elenës dhe Adrianit. Të dy e kuptonin se familjet e tyre nuk do ta linin më këtë ide të vdiste. Ajo që filloi si një sugjerim i çuditshëm gjatë një darke familjare, tashmë po kthehej në një plan serioz. Ditët që pasuan ishin të mbushura me telefonata, biseda të gjata dhe presion të heshtur nga të dy prindërit. Arbeni, babai i Elenës, filloi ta thërriste vajzën pothuajse çdo mbrëmje. Elena, i thoshte ai me një zë që përpiqej të duke i qetë. Ti e di sa kemi sakrifikuar për këtë familje. Gjyshi yt ka punuar gjithë jetën që të ndërtoj këtë pasuri. Nëse ajo ndahet, gjithçka mund të shkatërohet. Por Elena nuk ishte një vajzë që dorëzohej lehtë. Babi, i përgjigjej ajo, nuk mund të më kërkosh të martohem vetëm për para. Kjo nuk është jetë. Nga ana tjetër, Adriani po përjetonte një betejë të heshtur brenda vetes. Babai i tij, Iliri, ishte shumë më i drejtë për drejtë. Dëgjo, i tha një mbrëmje në zyrën e hotelit familjar. Nëse ti nuk e merr këtë përgjegjësi, pasuria do të ndahet. Do të vinë njerëz të tjerë, do të hyjnë në bizneset tona dhe familja nuk do të jetë më ajo që ka qenë. Adriani nuk e kishte parë kur babain e tij kaq serioz. Ai gjithmonë kishte respektuar familjen dhe traditat. Por tani po ndjente se po i kërkohej shumë më tepër se sa kishte imagjinuar ndonjëherë. Megjithatë, javët kalonin dhe presioni vazhdonte të rritej. Një ditë, Elena vendosi të kthehej për disa ditë në Berat nga Tirana. Ajo kishte nevojë të mendonte larg zhurmës së qytetit dhe larg shokëve që nuk e kuptonin situatën e saj. Kur mbërriti, qyteti duke i qetë si gjithmonë. Rrugët e kaldrëmta, shtëpitë e bardha dhe lumi që rrithte ngadalë sillnin një ndjenjë nostalgjie. Por brenda saj kishte një stuhi mendimesh. Në mbrëmjen e parë në Berat, ajo vendosi të takonte Adrianin përsëri. Ata u takuan në një vend që e njihnin mirë që nga fëmijëria. Një kodër e vogël mbi qytet, nga ku dukej gjithë Berati. Era e lehtë e verës lëvizte degët e pemëve, ndërsa dritat e qytetit fillonin të ndizeshin një nga një. Për disa minuta, asnjëri nuk foli. Më në fund, Elena theu heshtjen. E di që familjet tona nuk do të ndalojnë, tha ajo. Adriani tundi kokën. Po, u përgjigj ai. Por kjo është çmenduri, vazhdoi Elena. Ne jemi kushërinj. Nuk kemi menduar kurrë për njëri tjetrin në atë mënyrë. Adriani mori frymë thellë. E di, tha ai, por ndoshta mund ta shohim ndryshe. Elena e shikoi e habitur. Si? Ai heshti për një moment, sikur po zgjidhte me kujdes fjalët. Si një marrëveshje, tha më në fund. Një martesë që mbron familjen. Elena qeshi lehtë, por qeshja e saj ishte e hidhur. Një martesë biznesi. Diçka e tillë. Ajo e shikoi gjatë. Në atë moment, ajo kuptoi diçka që nuk e kishte menduar më parë. Adriani nuk ishte thjesht duke ndjekur dëshirën e babait të tij. Ai vërtet besonte se po bënte gjën e duhur për familjen. Por për Elenën, kjo nuk ishte aq e thjeshtë. Ajo kishte ëndra të tjera. Ajo kishte menduar gjithmonë se një ditë do të dashurohej me dikë. Do të krijonte një familje të bazuar në ndjenja dhe jo në marrëveshje. Megjithatë, realiteti qëndronte përpara saj si një mur i madh. Nëse ajo refuzonte, mund të krijonte një konflikt të madh mes dy degëve të familjes. Nëse pranonte, jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Disa ditë më vonë, familjet organizuan një tjetër darkë të madhe. Këtë herë atmosfera ishte shumë më serioze. Të gjithë prisnin përgjigjen e dy të rinjve.
Elena dhe Adriani ulën përballë njëri tjetrit në tavolinën e gjatë. Në ajër ndihej tensioni. Arbeni ishte i pari që foli. E dim që kjo është një kërkesë e madhe për ju, tha ai. Por ne besojmë se është zgjidhja më e mirë për familjen. Pastaj të gjithë sytë u kthyen drejt Elenës dhe Adrianit. Për disa sekonda askush nuk foli. Më në fund, Adriani tha me zë të qetë. Unë jam dakord. Fjalët e tij ranë në tavolinë si një gur i rënd. Elena e shikoi e habitur. Ajo e kishte ditur që ai po mendonte për këtë, por nuk kishte menduar se do ta thoshte kaq qartë. Tani të gjithë sytë u kthyen drejt saj. Heshtja zgjati disa sekonda që dukeshin si minuta të tëra. Elena ndjeu zemrën që i rrihte fort. Në mendjen e saj kaluan të gjitha bisedat, presioni i familjes dhe ndjenja e përgjegjësisë që po i rëndonte mbi shpatulla. Më në fund ajo tha me një zë të ulët. Mirë. Një frymëmarrje e madhe u dëgjua në tavolinë. Prindërit dukeshin të lehtësuar. Vendimi ishte marrë. Dasma do të bëhej. Në javët që pasuan, përgatitjet filluan menjëherë. Familja Hoxha nuk kursente kur bëhej fjalë për ngjarje të mëdha. Ata planifikuan një dasmë madhështore në një nga restorantet më të bukura të qytetit. Ftesat filluan të shpërndaheshin, por shumë shpejt lajmi u përhap në gjithë Beratin, dhe reagimet nuk ishin të gjitha pozitive. Nëpër kafene njerëzit filluan të flisnin. E dëgjove, thoshte dikush. Po, kushërinjt po martohen. Disa e shihnin si diçka të pazakontë. Të tjerë shihnin si një plan të qartë për të mbajtur pasurinë brenda familjes. Por kishte edhe nga ata që filluan të përmendnin histori të vjetra. Histori për sekretet e familjes Hoxha. Sekrete që askush nuk i kishte treguar hapur. Ndërsa dita e dasmës afrohej, Elena filloi të ndjente një ndjenjë të çuditshme brenda saj. Diçka nuk shkonte. Një natë, ndërsa po pastronte disa gjëra në shtëpinë e vjetër të gjyshit, ajo gjeti një kuti të vogël prej druri në një nga dollapët e vjetër. Kutia ishte mbuluar me pluhur. Kur e hapi, brenda kishte disa letra të vjetra dhe disa fotografi. Elena filloi t'i shikonte me kujdes. Shumica ishin foto familjare nga shumë vite më parë, por njëra prej tyre e bëri të ngri në vend. Në foto ishte gjyshi i saj, bashkë me një burr tjetër që ajo nuk e njihte. Pas fotos ishte shkruar një fjali me shkrim të vjetër. Sekreti ynë nuk duhet të dalë kurrë në dritë. Elena ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër trup. Ajo nuk e dinte ende se çfarë do të thoshte kjo. Por një gjë ishte e sigurt. Martesa që po përgatitej nuk kishte të bënte vetëm me pasurinë. Diku në historinë e familjes së tyre fshihej një e vërtet shumë më e madhe, dhe shumë më e rrezikshme. Dhe shumë shpejt, ajo e vërtet do të fillonte të zbulohej. Elena qëndroi për disa minuta duke parë fotografinë e vjetër. Shtëpia e gjyshit ishte e qetë dhe vetëm tik-taku i orës së murit dëgjohej në korridor. Ajo mbante fotografinë në duar, ndërsa mendimet i vraponin me shpejtësi. Në foto ishte gjyshi i saj, një burr që gjithë jetën e kishte njohur si njeri të fortë, të respektuar dhe shumë të mençur. Por pranë tij qëndronte një burr tjetër që Elena nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai dukej pothuajse në të njëjtën moshë me gjyshin, dhe mënyra si qëndronin pranë njëri tjetrit tregonte se nuk ishin thjesht miq. Ajo e ktheu fotografinë përsëri dhe lexoi edhe një herë shkrimin në pjesën e pasme. Sekreti ynë nuk duhet të dalë kurrë në dritë. Zemra i rrihte më fort. Ajo nuk e dinte pse, por kishte një ndjenjë të fortë se kjo fotografi kishte lidhje me gjithçka që po ndodhte tani. Martesa, pasuria, vendimi i çuditshëm i familjes. Elena mori edhe letrat që ndodheshin në kuti. Ato ishin shumë të vjetra dhe disa prej tyre mezi lexoheshin. Ajo ul në një karrige pranë dritares dhe filloi t'i lexonte me kujdes. Shumica ishin letra biznesi, marrëveshje të vjetra për toka dhe prona, por njëra prej tyre tërhoqi menjëherë vëmendjen e saj. Ishte një letër e shkruar me dorë, dhe në krye ishte një emër që Elena nuk e kishte dëgjuar kurrë në familjen e saj. Mentor Kodra. Letra ishte e shkurtër, por fjalët në të ishin shumë të çuditshme. Ne kemi bërë marrëveshjen që askush nuk duhet ta di. Familjet tona duhet të qëndrojnë të lidhura gjithmonë. Nëse një ditë e vërteta del në dritë, gjithçka që kemi ndërtuar mund të shembet. Elena ndjeu një ndjesi të rëndë në stomak. Çfarë marrëveshjeje? Dhe pse familjet duhet të qëndronin të lidhura gjithmonë? Ajo e mbylli kutinë dhe u ngrit nga karrigia. Ndjenja se diçka nuk shkonte po bëhej gjithnjë më e fortë. Natën mezi fjeti.
Në mëngjes vendosi të bënte diçka që nuk e kishte planifikuar më parë. Të fliste me Adrianin. Ata u takuan përsëri në kafenen e vogël ku kishin biseduar disa javë më parë. Adriani erdhi pak më vonë. Kur ul përballë saj, ai menjëherë kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. Elena, çfarë ka ndodhur? Pyeti ai. Ajo nxori fotografin nga çanta dhe e vendosi mbi tavolinë. E gjeta këtë në shtëpinë e gjyshit, tha ajo. Adriani e mori fotografin dhe e shikoi për disa sekonda. Është gjyshi ynë, tha ai. Po. Por kush është burri tjetër? Adriani ngriti supet. Nuk e di. Elena nxori edhe letrën dhe ja dha. Ai e lexoi me kujdes. Sa më shumë që lexonte, aq më shumë fytyra e tij bëhej serioze. Mentor Kodra, përsëriti ai me zë të ulët. E njeh këtë emër? Pyeti Elena. Adriani heshti për disa sekonda. Kam dëgjuar diçka, tha më në fund. Babai im e ka përmendur një herë shumë vite më parë. Elena u përkul përpara. Çfarë tha? Vetëm kaq, që dikur familja jon kishte një partner biznesi shumë të rëndësishëm. Dhe Adriani shtrëngoi buzët. Dhe që diçka shumë e keqe kishte ndodhur mes tyre. Elena ndjeu një të dridhur. A mund të ketë lidhje me pasurinë? Është e mundur, tha Adriani. Për disa minuta ata qëndruan në heshtje. Pastaj Elena tha diçka që as ajo vet nuk e kishte menduar deri në atë moment. Po sikur martesa jon të mos jetë vetëm për pasurinë. Adriani e shikoi i hutuar. Çfarë do të thuash? Po sikur familjet tona po përpiqen të fshehin diçka? Fjalët e saj mbetën pezull në ajër. Adriani nuk kishte menduar kurrë për këtë mundësi. Por tani që e dëgjonte, gjithçka filloi të dukej ndryshe. Pse prindërit kishin qenë kaq të vendosur për këtë martesë? Pse nuk kishin pranuar asnjë alternativë tjetër? Dhe pse në letrat e vjetra shkruhej se familjet duhet të qëndronin të lidhura gjithmonë? Në atë moment, Adriani mori një vendim. Duhet të flasim me prindërit, tha ai. Por Elena tundi kokën. Jo, nëse ka një sekret, ata nuk do ta tregojnë. Atëherë çfarë të bëjmë? Elena mendoi për disa sekonda. Duhet të zbulojmë më shumë për këtë mentor Kodra. Adriani mendoi pak dhe pastaj tha. Ka një mënyrë. Ai u përkul pak përpara dhe uli zërin. Arkivi i qytetit. Elena ngriti vetullat. Arkivi? Po. Nëse ai ka pasur biznes me gjyshin ton, duhet të ketë dokumente. Ideja dukej e mirë. Kështu që atë pasdite ata shkuan në arkivin e vogël të qytetit. Ndërtesa ishte e vjetër dhe e qetë. Brenda kishte rafte të mëdha me dosje dhe dokumente që shkonin dekada pas. Një punonjëse e moshuar i përshëndeti me buzëqeshje. Si mund t'ju ndihmoj? Adriani u përpoq të duke i qetë. Po kërkojmë disa dokumente të vjetra biznesi, tha ai. Për cilën periudhë? Rreth 40 ose 50 vite më parë. Gruaja mendoi për një moment dhe pastaj i çoi në një seksion të veçantë. Ata filluan të kërkonin në përdosje. Kaluan gati 2 orë duke shfletuar dokumente të vjetra. Pikërisht kur Elena po mendonte se nuk do të gjenin asgjë, Adriani tha. Elena, shiko këtë. Ai kishte gjetur një artikull të vjetër gazete. Titulli ishte i madh dhe i qartë. Biznesmeni mentor Kodra zhduket në rrethana misterioze. Elena ndjeu një të ftohtë në trup. Ajo mori gazetën dhe filloi ta lexonte me shpejtësi. Artikulli tregonte se shumë vite më parë, mentor Kodra kishte qenë një nga biznesmenët më të suksesshëm të zonës. Ai kishte pasur partneritet me disa familje të tjera, përfshirë edhe familjen Hoxha, por një natë ai ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Policia kishte hetuar për disa muaj, por nuk kishte gjetur kurrë prova. Rasti ishte mbyllur pa përgjigje. Elena ngriti syt nga gazeta dhe shikoi Adrianin. Tani e kupton, tha ajo me zë të ulët. Adriani nuk foli për disa sekonda. Pastaj tha diçka që e bëri situatën edhe më të rëndë. Po sikur zhdukja e tij të ketë lidhje me familjen tonë. Elena ndjeu zemrën që i rrihte fort. Nëse kjo ishte vërtet, atëherë historia e familjes së tyre ishte shumë më errët se sa kishin imagjinuar. Dhe martesa që po përgatitej mund të ishte pjesë e një sekreti shumë më të madh. Por ajo që nuk dinin ende ishte se dikush tjetër kishte filluar të dyshonte. Dhe shumë shpejt, një person i panjohur do të shfaqej në jetën e tyre. Një person që pretendonte se kishte lidhje direkte me mentor Kodrën, dhe që ishte gati të zbarte të vërtetën që familja Hoxha kishte fshehur për dekada.
Zbulimi në arkivin e qytetit i kishte tronditur të dy, kur Elena dhe Adriani dolën nga ndërtesa e vjetër. Dielli po perëndonte mbi qytetin e Beratit dhe dritat e para po ndiznin në shtëpitë e bardha që shtriheshin mbi kodër. Por për ta, qyteti dukej ndryshe. Çdo rrugë, çdo ndërtesë dhe çdo fytyrë që kalonte pranë tyre dukej sikur mbante një sekret. Ata ecën për disa minuta pa folur. Gazeta e vjetër ishte ende në duart e Elenës, e palosur me kujdes. Më në fund, Adriani e theu heshtjen. Nëse kjo është e vërtet, thaj ngadalë, atëherë familja jo mund të jetë përfshirë në diçka shumë serioze. Elena ndaloi në mes të rrugës. Ti mendon se gjyshi ynë kishte lidhje me zhdukjen e këtij njeriu? Adriani nuk u përgjigj menjëherë. Ai shikoi drejt kalasë së Beratit që ngrihej mbi qytet, sikur po përpiqej të gjente një përgjigje në muret e saj të vjetra. Nuk e di, tha më në fund, por di një gjë. Prindërit tanë dinë më shumë se sa tregojnë. Fjalët e tij mbetën pezull në ajër. Elena e dinte se ai kishte të drejtë. Sjellja e familjeve të tyre gjatë javëve të fundit kishte qenë shumë e çuditshme. Ata kishin qenë të vendosur për martesën, pothuajse të dëshpëruar që ajo të ndodhte. Tani kjo nuk dukej më si një çështje pasurie. Dukej si diçka tjetër, diçka shumë më errët. Dyshimet fillojnë të rriten. Të nesërmen, Elena vendosi të vëzhgonte familjen e saj më me kujdes. Në mëngjes, ndërsa po pinte kafe me babajnë në kuzhinë, ajo vendosi të provonte diçka. Babi, tha ajo me një zë të qetë. A ke dëgjuar ndonjëherë për një njeri që quhej Mentor Kodra? Reagimi ishte i menjëhershëm. Filxhani në dorën e Arbenit u ndal për një moment në ajër. Ishte vetëm një sekond, por Elena e vuri re. Pastaj ai u përpoq të buzëqeshte. Jo, tha ai shpejt. Pse? Elena ngriti supet. E pash emrin në disa dokumente të vjetra. Babai i saj u ngrit nga tavolina pothuajse menjëherë. Janë dokumente të vjetra biznesi, tha ai. Nuk kanë rëndësi. Pastaj ndryshoi temë. Por për Elenën, reagimi i tij ishte më shumë se një përgjigje. Ishte një konfirmim. Babai i saj po fshihte diçka. Adriani zbulon diçka tjetër. Ndërkohë Adriani kishte vendosur të fliste me një person tjetër, xhaxhain e tij Ilirin. Ata u takuan në hotelin familjar, në zyrën ku Iliri kalonte shumicën e kohës. Zyra ishte mbushur me dokumente, kontrata dhe fotografi të vjetra të biznesit familjar. Adriani u ul përballë tij. Baba, tha ai, dua të bëj një pyetje. Iliri ngriti syt nga dokumentet. Çfarë ka? E ke dëgjuar ndonjëherë emrin Mentor Kodra? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Iliri e shikoi djalin për disa sekonda pa folur. Pastaj u ngrit dhe mbylli derën e zyrës. Ku e dëgjove këtë emër? Pyeti ai me një zë më serioz se zakonisht. Adriani ndjeu tensionin që mbushte dhomën. E pash në disa dokumente të vjetra, tha ai. Iliri mori frymthell. Dëgjo mirë, tha ai. Disa histori nga e kaluara duhet të mbeten në të kaluarën. Adriani nuk u tërhoq. Çfarë ndodhi me të? Iliri heshti për disa sekonda. Pastaj tha vetëm një fjali. Ai ishte një njeri që bëri gabime. Çfarë lloj gabimesh? Iliri u kthye drejt dritares. Gabime që shkatërrojnë familje. Adriani e kuptoi menjëherë se nuk do të merrte më shumë përgjigje. Por një gjë ishte e qartë. Babai i tij dinte shumë më tepër se sa po tregonte. Një i huaj në qytet. 2 ditë më vonë ndodhi diçka e papritur. Në një nga kafenet më të vjetra të qytetit, një burr i panjohur u ul në një tavolinë pranë Elenës dhe Adrianit. Ai dukej rreth të 40-tave, me sy të errët dhe një shikim shumë të vëmendshëm. Për disa minuta ai nuk tha asgjë. Pastaj u përkul pak drejt tyre. Ju jeni Elena dhe Adriani, apo jo? Të dy u habitën. Po, tha Adriani me kujdes. Kush jeni ju? Burri buzëqeshi lehtë. Emri im është Daniel Kodra. Elena ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër trup. Kodra, përsëriti ajo. Burri tundi kokën. Po, tha ai. Jam nipi i Mentor Kodrës. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Adriani dhe Elena shkëmbyen një shikim. Si e dini kush jemi ne? Pyeti Adriani. Danieli piu një glëni kafeje. Sepse po ju kërkoja. Pse? Ai vendosi filxhanin në tavolinë dhe i shikoi drejt në sy. Sepse familja juaj ka fshehur të vërtetën për më shumë se 40 vite. Zemra e Elenës filloi të rrihte fort. Çfarë të vërtete? Pyeti ajo.
Danieli u përkul pak përpara. Gjyshi juaj dhe familja juaj kishin biznes me gjyshin tim, tha ai. Por një natë ai u zhduk. Adriani foli me një zë të ulët. E dim. Danieli u habit pak. Pra keni filluar të kërkoni, tha ai. Pastaj nxori nga xhepi një fotografi të vjetër dhe e vendosi mbi tavolinë. Në foto ishte mentor Kodra dhe pranë tij ishte gjyshi i tyre. Por këtë herë fotografia tregonte diçka ndryshe. Ata nuk po buzëqeshnin. Ata po grindeshin. Dhe pas fotos ishte shkruar një fjali tjetër. E vërteta një ditë do të dalë në dritë. Danieli shikoi me seriozitet. Familja ime beson se gjyshi juaj kishte lidhje me zhdukjen e gjyshit tim. Fjalët e tij ranë si një bombë mbi tavolinë. Elena ndjeu sikur toka po i rëshiste nën këmbë. Nuk mund të jetë e vërtet, tha ajo. Danieli u mbështet në karrige. Unë kam kaluar vite duke kërkuar përgjigje, tha ai. Dhe tani që po planifikoni këtë martesë, gjithçka po bëhet më e qartë. Adriani u vreni. Çfarë do të thuash? Danieli shikoi me një shprehje serioze. Familja juaj nuk po ju marton për pasurinë. Ai bëri një pauzë të gjatë. Po ju martojnë për të mbajtur të fshehur një krim. Heshtja që pasoi ishte aq e rëndë sa dukej sikur ajri në kafene ishte ngrirë. Elena dhe Adriani e kuptuan se historia që kishin filluar të zbulojnë ishte shumë e madhe dhe shumë e rrezikshme se sa kishin menduar. Dhe tani ata ishin në qendër të saj. Por ajo që Danieli do t'u tregonte më pas do të ndryshonte gjithçka që ata dinin për familjen e tyre. Pas fjalëve të Daniel Kodrës, tavolina në kafene u mbulua nga një heshtje e rëndë. Zhurma e njerëzve përreth vazhdonte normalisht, kamerierët lëviznin mes tavolinave dhe qyteti dukej sikur jetonte një ditë të zakonshme. Por për Elenën dhe Adrianin gjithçka kishte ndryshuar. Një krim, tha Adriani më në fund. Po akuzon familjen tonë për vrasje. Danieli nuk reagoi menjëherë. Ai thjesht shikoi nga dritarja për disa sekonda, sikur po mendonte nëse duhej të vazhdonte. Pastaj u kthye drejt tyre. Unë nuk jam këtu për të bërë akuza pa prova, tha ai qetësisht. Por familja ime ka dyshuar për dekada. Elena ndjeu duart që i dridheshin. Çfarë ndodhi atë natë, pyeti ajo. Danieli mori frymthell. Gjyshi im dhe gjyshi juaj kishin një biznes të madh bashk. Ata po investonin në disa toka dhe prona rreth Beratit. Ishte një projekt që do t'i bënte të dy shumë të pasur. Ai ndaloi për një moment, por diçka ndodhi. Adriani u përkul përpara. Çfarë? Danieli nxori një dokument të vjetër nga çanta dhe vendosi mbi tavolinë. Ishte një kontratë. Adriani e mori dhe filloi ta lexonte. Sa më shumë lexonte, aq më shumë fytyra i ndryshonte. Çfarë është? Pyeti Elena. Adriani ngriti syt. Është marrëveshja për ndarjen e tokave, dhe gjyshi ynë do të merrte pjesën më të madhe. Danieli tundi kokën. Gjyshi im nuk ishte dakord. Ata u grindën shumë ashpër. Elena ndjeu një të ftohtë në shpinë. Dhe pastaj, Danieli u mbështet në karrige. Në natën kur ata duhej të nënshkruanin marrëveshjen përfundimtare, gjyshi im u zhduk. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Policia nuk gjeti kurrë prova, vazhdoi Danieli, por familja ime gjithmonë ka besuar se diçka ndodhi mes tyre atë natë. Adriani shtrëngoi kontratën në dorë. Po martesa jon çfarë lidhje ka me këtë? Danieli shikoi me seriozitet, sepse pas zhdukjes së gjyshit tim, pasuria u nda në mënyrë shumë të çuditshme. Ai bëri një pauzë, dhe familja juaj u bë shumë më e pasur. Fjalët e tij ranë rënd mbi tavolinë. Elena ndjeu një përzierje emocionesh, frikë, zemërim dhe një ndjenjë të fortë tradhtie. Ti mendon se gjyshi ynë e vrau atë? Pyeti ajo. Danieli ngriti supet. Nuk e di të vërtetën. Dhe kjo është arsyeja pse jam këtu. Adriani e shikoi drejt në sy. Pse tani? Danieli u përgjigj menjëherë. Sepse kur dëgjova për martesën tuaj, kuptova diçka. Çfarë? Ai u përkul pak përpara. Familjet tuaja po përpiqen të mbajnë gjithçka brenda familjes. Elena filloi të kuptonte. Nëse ne martohemi, pasuria mbetet e bashkuar, tha Danieli, dhe askush nga jashtë nuk do të ketë mundësi të kërkojë përgjigje. Fjalët e tij e goditën Elenën si një rufe. A ishte kjo arsyeja e vërtetë? A ishte martesa e tyre një mënyrë për të mbrojtur një sekret? Përballja. Atë mbrëmje, Elena dhe Adriani vendosën të përballeshin me familjet e tyre. Ata I thirrën të gjithë në shtëpinë e vjetër të gjyshit.
Arbeni, Iliri dhe disa të afërm të tjerë erdhën pa e ditur pse. Atmosfera në dhomën e madhe ishte e tensionuar. Elena ishte e para që foli. Duam të dim të vërtetën, tha ajo. Babai i saj e shikoi i hutuar. Për çfarë? Adriani vendosi fotografinë dhe kontratën mbi tavolinë. Për mentor Kodrën. Reagimi ishte i menjëhershëm. Iliri u ngrit në këmbë. Ku i gjetët këto? Pra e njihni, tha Elena. Heshtja që pasoi ishte përgjigja më e qartë. Arbeni u ul ngadalë në karrige. Ai dukej shumë më i lodhur se zakonisht. Ka ardhur koha ta dini, tha më në fund. Elena ndjeu zemrën që i rrihte fort. Çfarë ndodhi? Arbeni mori frymë thellë. Gjyshi juaj dhe mentor Kodra ishin partner. Ata u grindën për pasurinë. Shumë keq. Dhe pyeti Adriani. Natën e fundit që u pan, ata u takuan për të folur. Dhoma ishte aq e qetë sa mund të dëgjohej edhe frymëmarrja e secilit. Elena, vazhdoi Arbeni, gjyshi juaj nuk e vrau atë. Të gjithë e shikuan. Por çfarë ndodhi? Pyeti ajo. Arbeni uli syt. Mentor Kodra kishte bërë borxhe të mëdha. Ai kishte hyrë në probleme me disa njerëz shumë të rrezikshëm. Adriani u vrenit. Çfarë lloj njerëzish? Kriminal, tha Iliri me zë të ulët. Pastaj Arbeni vazhdoi. Ata erdhën atë natë për ta kërkuar. Gjyshi juaj ishte aty kur ndodhi gjithçka. Elena ndjeu një të dridhur. Çfarë ndodhi me të? Arbeni mbylli syt për një moment. Ata e morën me vete. Dhe ai nuk u pa më kurrë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Pse nuk e treguat këtë? Pyeti Adriani. Iliri foli për herë të parë. Sepse nëse kjo histori do të dilte në dritë, familja jon do të përfshihej në një skandal të madh. Dhe martesa jon? Pyeti Elena. Arbeni e shikoi me trishtim. Ne kishim frikë se nëse pasuria do të ndahej, dikush do të fillonte të kërkonte të vërtetën. Vendimi. Pas asaj nate, Elena dhe Adriani nuk mund të shihnin më gjithçka njësoj. Sekreti që kishte rënduar mbi familjen për dekada ishte zbuluar. Por një pyetje mbetej ende. A do të martoheshin? Disa ditë më vonë, ata u takuan përsëri në Kodrën mbi Berat. Aty ku kishin biseduar për herë të parë për këtë ide. Era e lehtë lëvizte pemët ndërsa qyteti ndriçonte poshtë tyre. Adriani e shikoi Elenën. Pra, çfarë do të bëjmë? Elena heshti për disa sekonda. Pastaj buzëqeshi lehtë. Për herë të parë, vendimi është vetëm i yni. Adriani qeshi. Dhe ajo mori frymë thellë. Ne nuk do të martohemi për pasurinë. Ai tundi kokën. As për sekretet e familjes. Elena e shikoi drejt në sy. Vetëm për dashuri. Dhe për herë të parë që nga fillimi i gjithë kësaj historie, të dy ndjen se më në fund ishin të lirë.